Daniel Cohn-Bendit ish lideri i legjendari protestave të 68-s në Francë dhe një nga figurat më të njohura të të gjelbërve europian, lëshon një alarm të fortë. Trump dhe Putin po punojnë për të shkatruar Europën, ndërsa kontinenti rrezikon të bjerë në një rend jo liberal, larg demokracisë, thot ai. Sipas tij, presidenti amerikan është i çmendur, ndërsa politika e shtëpisë së bardhë po synon të shndërrojë Europën në një protektorat paljeri. Për këtë arsye, BE duhet të reagojë me urgjencë duke nisur nga krijimi i një unioni të mbrojtjes, duke ecur drejt një strukture federale dhe duke mbrojtur Ukrainën, raporton La Repubblica. I pyetur për doktrinën e re të politikës së jashtme amerikane, që Kremlini pretendon se e pasqyron, edhe ai, Cohn-Bendit thotë se të dyja këto vende kanë të njëjtin objektiv. Europa duhet ta kuptojë, Italia duhet ta kuptojë se rregullat e lojës kanë ndryshuar plotësisht. Thaj, ai shpjegon se imperializmi amerikan i së kaluarës ishte i lidhur me aleancën transatlantike, ndërsa sot vizioni trumpist është kundër Europës, duke kërkuar aleancë me Rusinë dhe duke e parë BE-n si rival ekonomik dhe politik. Cohn-Bendit e përshkruan Trumpin si një lider jo liberal dhe autoritar. Nuk duhet të përdor fjalën fashist, por Trump shkon drejt një forme totalitarizmi, tha ai. Ai shton se zgjedhja e tij është pasojë e një shoqërie që kërkon zgjidhje të thjeshta për probleme të ndërlikuara, veçanërisht pas pandemisë, e cila çliroi emocionet negative. Për të marrëdhënia mes Trump dhe Putin është si pakti Molotov-Ribbentrop, një pakt transversal që rrezikon të zhduk demokracinë e Europë. Ukraina, sipas tij, është vija ndarëse mes demokracisë dhe autoritarizmit. Ai kërkon që BE-ja të ndërmarrë menjëherë hapa drejt një mbrojtjeje të përbashkët europiane, sepse Shtetet e Bashkuara kanë një projekt tjetër që nuk përfshin Europën për të përparuar drejt unionit të mbrojtjes dhe një strukture federale. Ai thotë se Orban dhe Fico duhen larguar. Orban, Fico dhe të tjerë duhen larguar. Të gjithë duhet të zgjedhin mes jetës dhe vdekjes së Europës. Nuk mund të pranojmë kalin e trojës së Putin dhe Trump brenda BE-s, tha ai. Cohn-Bendit në një paralajmërim në rast të një humbjeje të demokracisë liberale në Europë, thotë: do të thotë të bëjmë një protektorat i Trump ose i Putin. Rrezikoj gjithçka që ndërtuam që prej çlirimit të vitit 1945, tha ai. Ai pranon se reputacioni global i Europës është zbehur, por beson se projekti europian mbetet unik. Vendet që bashkohen pa luftë është diçka e jashtëzakonshme, ende mund të jemi model. Shpresoj që historianët të thonë Europa fitoi kundër botës së keqes, SBA-ve, Rusisë dhe Kinës. Sipas tij, kjo kërkon lider të fortë, intelektual më aktiv dhe një mobilizim të shoqërisë europiane për të mbrojtur demokracinë.